Dizinformimi zakonisht ndodh me gjysmë të vërteta. Mirë se erdhët, unë jam Iliri dhe në këtë podcast do të flasim për një çështje shumë të rëndësishme, siç është edhe dezinformimi. Me mua do të jetë një kolege, por njëherë është edhe drejtuesja e të vetmes organizatë mediatike që merret me verifikimin e fakteve, verifikimin e lajmeve dhe pse jo edhe verifikimin e lajmeve me nota dezinformuese. Klodiana Kapo, faleminderit që pranuat ftesën dhe kënaqësi. Është gjithmonë kënaqësi t'ju takosh dhe të bashkëpunosh. Në fakt, unë do doja ta nisja me një pyetje shumë të thjeshtë. Si mund ta dallojmë dezinformimin nga një lajm i rrem? Dezinformimi nga një lajm i rrem. Lajmi i rrem është lajm fake apo një lajm që të gjithë e dinë që apo është provuar që është i gënjeshtër. Pastaj dezinformimi ndodh në forma të ndryshme. Dezinformimi për shembull mund të jetë që ne të dy jemi duke zhvilluar këtë podcastin, po ndërkohë mund ta kemi kryer po ja fuskot në muajin maj apo dhe tjerë transmeton në muajin shtator. Kjo është një pjesë e dezinformimit në rast se do e lidhim me kohën apo kur transmetohet dhe kur është regjistruar. Mund të jetë dezinformimi pa dëmshëm, por varet pastaj se çfarë notash mund t'i veshësh. Në rast se ti do bësh një montazh të kësaj interviste dhe të fusësh edhe insert apo element të cilët nuk kanë qenë pjesë e kësaj interviste, është e vërtetë që unë kam dhënë intervistë, po konteksti apo forma se si ti mund ta paraqesësh nuk mund të jetë e vërtetë. Dhe në këtë lloj forme kemi bërë dezinformim dhe kemi mësuar publikut se si të bëjnë dezinformim. Pra, në një farë mënyra se si ne transmetojmë atë lajm tek audienca. Mënyra se si e transmetojmë apo dezinformimi zakonisht ndodh me gjysmë të vërteta. Zakonisht ka një të vërtetë dhe mënyra se si paketohet, apo se si vishet, se si ndërtohet sanduiçi, apo se si ja veshim kostumin apo fustanin dhe në çfarë konteksti ne e vendosim, kjo lidhet pastaj qoftë me dezinformimin apo edhe me propagandën dhe lidhet më shumë me të kryerin e një PR-i apo një marrëdhënie komunikimi që lidhet më shumë me marketingun sesa me informimin e saktë të qytetarëve, ku ne themi përmes fakteve dhe të vërtetave, sepse qytetari duhet të jetë sa më informuar është ai, aq më shumë shkojmë drejt edukimit dhe aq më shumë drejtohemi drejt ndërgjegjësimit, që si thua është hapi më i madh që duhet ketë një shoqëri e qytetëruar dhe demokratike. Pra, që ta bëjmë më të thjeshtë, e rëndësishme është të dallojmë se çfarë sanduiçi ose çfarë ka brenda sanduiçi, se në fund ditës sanduiçi mund të konsumohet njësoj si me dezinformim apo me lajm të rrem. Sanduiçet apo ushqimi i mendjes që ne e themi shpesh është shumë i rëndësishëm të kuptohet se qartë dhe saktë se me çfarë si thua produktesh është bërë dhe pse duhet konsumohet dhe si duhet konsumohet. Pse e themi këtë? Sepse mund të jetë një lajm roz apo një lajm shumë interesant i cili qarkullon, klikohet, shikohet nga të gjithë, pra tërheq, por në të vërtet ka një pjesë element është të vërtet dhe pjesa tjetër është si thua opinione apo qëndrime apo mendime të dikujt tjetër i cili ka një synim të caktuar që mund të jetë audienca ose një synim tjetër që lidhet me propagandën apo me dhënien për forcimin e një informacioni të caktuar në mënyrë të përsëritur që mund të ketë qëllime politike, mund të ketë qëllime ekonomike, mund të ketë qëllime ushtarake, varet nga lloji i informacionit që shpërndahet dhe si thua target grupet që janë të synuara nga një medium i caktuar apo një parti politike apo një biznesi i caktuar. Pra këto mund të jenë edhe trendet kryesore të dezinformimit në Shqipëri. Në Shqipëri ne kemi më shumë për hir të së vërtetës, më shumë propagandë dhe shumë më tepër gjysmë të vërteta, të cilat shpërndahen për qëllime të caktuara. Qëllimet mund të jenë thjesht klikime, qëllimi tjetër është politik, pra për qëllime politike, lexohen raportet në format apo nxirren jashtë kontekstit dhe lexohet paragraf të caktuar, bëhen deklarata apo premtime dhe vishen në një kontekst të caktuar. Pastaj fakti që një pjesë e madhe e politikanëve vazhdojnë të ecin me materiale të përgatitura është një ndër problemet kryesore dhe një nga smundjet më të mëdha të medias në Shqipëri, dhe dëmi më i madh që ka ndodhur gjatë këtyre 10 viteve është që duke
ushtruar, po nga ana tjetër edhe duke e ndikuar këtë lloj forme gazetarie, roli i medias, por dhe roli i gazetarëve profesionistë vjen duke ulur dhe kjo ndikon qoftë në besueshmërinë e institucioneve publike, po nga ana tjetër edhe në demokracinë dhe zhvillimin e demokracisë së vendit tonë. Në fakt edhe reporterët pa kufij e kanë renditur Shqipërinë si një vend që nuk ka ose është renditur në një pozitë që nuk e favorizon për sa i përket lirisë së medias. A mos ndoshta vjen edhe nga ky faktor ose ky fenomen që nuk kemi një media të fuqishme dhe totalisht të pavarur? Patjetër që është ndikim. Tani që t'i themi gjërat siç janë, mediat në Shqipëri, po, dhe ne dim shumë mirë, mediat në Shqipëri mund të jenë të fuqishme dhe profesionistë, me gazetar profesionistë dhe me materiale apo me shkrime që ka rëndësi të madhe për vendin, por edhe për qytetarët. Problemi është që mediat në Shqipëri kanë pranuar edhe janë detyruar të kenë këtë marrëdhënien të shfrytëzohen si kanale komunikimi nga politika apo dhe nga biznesi. Ose qoftë edhe si kanale të shpërndarjes së një mesazhi. Pra, kur unë them kanal komunikimi është një hapësirë televizive apo një hapësirë online ku ti pranon të shpërndar çfarë do lloj informacioni pa e kontrolluar ose më saktë pa e prodhuar ti me parimet e gazetarisë, që qëllimi kryesor i gazetarisë është të informojë saktë dhe në mënyrë të paanshme, duke synuar gjithmonë edukimin dhe ndërgjegjësimin. Në momentin që këto hapësira televizive apo hapësira online pranojnë apo kanë këtë marrëdhënien dyfishe që janë ofruar apo vetë ofruar apo detyruar, pra varet nga mediumi, atëherë janë kanale të cilat janë vënë në dispozicion të X subjekti për të shpërndar mesazhet apo informacionet që këto subjekte kërkojnë që audienca të përthithi. Dhe ky është informacioni që ushqehen shqiptarët apo të rinjt apo të moshuarit, ku sigurisht brenda ka dizinformim, ka keq informim, ka propagandë që janë të dëmshme për zhvillimin e mendimit kritik, janë të dëmshëm për mënyrën se si ne vendosim, se si veprojmë në çdo hall të jetës, jo vetëm në mënyrën si votojmë, po edhe si veprojmë çdo ditë si qytetar. Nga ana tjetër, ajo çfarë ndodh rëndom është mungesa e besimit në institucione, që është një nga problematikat më të mëdha. Sa më të ndërgjegjësuar të jenë qytetarët, aq më i fortë është vendi dhe aq më i fortë është zhvillimi i demokracisë së një vendi. A mendon se ka patur raste ose ka raste ku edhe vetë institucionet me dashje apo pa dashje kanë shpërndar një informacion me nota dezinformuese, sepse me lajmet rreme kishim para pak javësh një lajm që nuk kishte ndodhur ende, por shumë politikanë dhe shumë figurat njohurat politikës e shpërndan atë lajm, ndërkohë që doli që nuk ishte i vërtet. Shiko, faktoje edhe si pjesë e rrjetit ndërkombëtar International Fact Checking Network bën një kategorizim të deklaratave dhe të premtimeve çdo vit, ku fatkeqësisht një pjesë e madhe e deklaratave janë premtimet pa realizuara. Deklarata të rreme apo jo të vërteta, dhe një pjesë e madhe e premtimeve janë premtime të pambajtura. Çfarë ndodh në realitet, pra duke ju rikthyer pak pyetjes tënde, pse kemi kaq shumë të pavërteta apo kaq shumë gënjeshtra. Ajo çfarë ndodh është që ne kemi më së shumti deklarata apo premtime të cilat janë të pambajtura apo gjysmë të mbajtura apo të pavërteta apo të nxjerra nga konteksti, që lidhet e gjitha me propagandën, dhe këtu pastaj është detyra e gazetarit për të bërë pyetjet e duhura, për të marrë burimet e duhura, për shkuar në terren, për të investiguar apo për të verifikuar më në thellësi, dhe nga ana tjetër është dhe roli i medias, e cila ka për detyrë që të transmetojë këto investigime apo këto raportime, të cilat janë shumë të rëndësishme jo vetëm për qytetarët, por edhe për institucionet. Sa më e pavarur dhe profesionale të jetë një media, aq më rëndësishme është edhe për partitë politike, pasi si thua janë opozita që i duhet çdo vendi.
për të ruajtur qoftë besimin tek institucionet, po nga ana tjetër edhe për ngritur zërin sa më fort për problematika që janë të rëndësishme për vendin, por edhe kryesisht për qytetarët. Ndaj puna e gazetarëve është shumë e rëndësishme. Ne sot e lidhim me dezinformimin dhe keqinformimin, edhe sepse pjesa e, si thua, artikujve apo publikimeve që kalojnë në median online janë të shpeshta dhe dëmi që shkaktohet është po kaq i madh. Pra media online apo portalet online, sepse duhet bëjmë një ndarje mes asaj çfarë ne quajmë media apo çfarë quhet një portal apo një blog, por që ka një ndikim po kaq të madh qoftë tek të rinjt apo edhe tek moshat e vjetra, dëmi është kolosal, sepse nuk ka filtra, nga ana tjetër njerëzit e kanë lexuar, e kanë qarkulluar dhe në ndërgjegjen e tyre apo në si thua në subkonsciencën e tyre ka qëndron gjithmonë ajo dilema nëse është e vërtet apo e pavërtet, po njeriu sigurisht ndikohet nga ajo që unë kam lexuar diku që po Iliri ka bërë këtë gjë dikur. Ti mund të jesh totalisht i pafajshëm, nuk e qenë fare aty, s'ke pas asnjë lidhje, por dikush që ka lexuar 2 apo 3 artikuj apo 3 shkrime në një blog apo në një portal, ku ka pasur qindra komente dhe komentet mund të kenë gjuhë urrëtie. Absolutisht. Dhe dëmi, si thua, në anën tënde personale apo tek njerëzit që ty të njohin, ngelet pavarësisht se ti mund mos kesh padur lidhje fare me këtë gjë. Pra, çfarë ka ndodhur me mediat online apo me zhvillimin e botës digjitale është që mungesa e filtrave dhe nga ana tjetër kjo mungesa e zbatimit të kodit të etikës apo të kodit të praktikës për ato si thua portale të cilat konsiderojnë veten media, ka bërë që dëmi pastaj të jetë edhe më i madh, pasi gjithkush mund të shkruajë gjithçka për çdo, duke bërë si thua objekt sulmi për çështje të caktuara. Dhe këtu pastaj nuk kemi të bëjmë më me gazetari apo me informim, po kemi të bëjmë me keqinformim, kemi të bëjmë me dezinformim, kemi të bëjmë me atë çfarë ne në gjuhën e rëndom të quajmë gjëvënia. Nuk e di pse më erdhi në mendje një shprehje po bota, çfarë thot bota. Në fakt ju e përmendët pak e cekët që keni patur bashkëpunime ndërkombëtare, cilat janë ato përvoja ose ato metoda efikase që ndoshta edhe ju kanë shërbyer, apo pse jo dhe shkëmbimi i eksperiencave? Shiko, ne nuk kemi, domethënë, ajo çfarë duhet ta them qartësisht, faktoj është pjesë e këtyre rrjeteve. Pra ne jemi pjesë e rrjetit ndërkombëtar International Fact Checking Network, ku janë më shumë se 80 organizata në gjithën botën pjesë, dhe kur them 80 organizata, bëhet fjalë për organizata siç është Associated Press, Pagella Politika, pra mediume shumë të rëndësishme në Europë dhe në botë, të cilët kanë jo vetëm një prestigj, po i qëndrojnë shumë fort kodeve të etikës dhe kodeve të praktikës, të cilat faktoi i zbaton në mënyrë rigoroze që prej krijimit të saj dhe deri më sot. Çfarë bëjmë ne në ndryshim nga portalet apo nga mediumet e tjera? Ajo çfarë ne bëjmë është që ne përdorim dhe zbatojmë në mënyrë të rregullt një metodologji që në fakt është një metodologji që unë e kam zbatuar personalisht që në ditën e parë kur kam punuar në një televizion, mund ta përmend emrin si Top Channel, ku ne kemi pas bërë gjithmonë kryqëzimin e burimeve, kemi pas pyetur personin apo zyrtarin e lartë dhe kemi verifikuar në terren, pra kemi pyetur njerëzit për çështje të caktuara se çfarë ndodh dhe pse ndodh. Verifikimi i burimeve me të dhëna të qarta dhe të pakundërshtueshme e bën një lajm jo vetëm të vërtet, po ti i jep zë të gjithë aktorëve të cilët kanë interes, duke e ndjerë që gjithë predispozita është për zgjidhjen e këtij problemi. Kjo është shumë e rëndësishme dhe kryerja e këtij procesi kërkon punë, po kërkon edhe profesionalizëm. Çka do të thotë që një lajm për ne nuk ka rëndësi nëse merr kaq klikime. Lajmi ka rëndësi të jetë i rëndësishëm dhe të zëjë vend dhe peshë tek institucionet dhe të japi zgjidhje problemeve të cilët kanë njerëzit apo subjektet e caktuara që preken nga një çështje e caktuar. Dhe ky duhet të jetë thelbi i gazetarisë. Në fakt, unë jo pa qëllim e solla në vëmendje rastin e para pak javëve të ndarjes nga jeta të zotit Artan Lamaj, pasi shumica e mediave dhe portaleve kryesisht e kishin si fokus
kryeministri ngushëllon familjen Lamaj dhe lajmi nuk ishte që ndahet nga jeta Arthan Lamaj apo për të verifikuar nëse ky lajm është i vërtetë apo jo. Fakti që e ka publikuar kryeministri apo dikush nga kabineti qeveritar u mori mirëqen si lajm dhe shpërtheu. Dhe u shpërnda. Rasti i zotit Lame, me thënë të drejtën, është ne zakonisht e kategorizojmë të keq informimi, pra diçka që nuk ku një person nuk është se bën qëllimisht. Pra bëhet nga pakujdesia. Bëhet nga pakujdesia. Pra kur bëjmë atë kategorizimin ku ndahet dizinformimi me keq informimin, dizinformimi është i qëllim, ndërkohë që keq informimi, dhe në këtë rast unë besoj se ka qenë keq informim, pasi zoti Lame ka qenë dhe mik i kryeministrit, pra e kanë nisur, kanë punuar bashkë, kështu që mendoj që është çështje keq informimi, por ajo çfarë ne pam e të gjitha mediave, të cilat askush nuk e vuri në dyshim apo nuk e verifikoi, te njerëzit e familjes, të cilët sigurisht u shprehën një ditë kur ndodhi që zoti Lame u nda nga jeta, si thua e përcaktoi apo saktësoi, si thua, deklaratën e vërtetë. Ky është një shembull se si media jon vrapon edhe replikon pa verifikuar dhe pa filtruar çdo lloj lajmi që publikohet, qoftë nga zyrtarët e lartë, por qoftë edhe nga mediumet të tjera, duke thënë që e ka publikuar X portal dhe ne e kemi ripublikuar, pa vënë emër gazetari, pa mbajtur asnjë lloj përgjegjësie profesionale. Dhe ky është dëmi më i madh që po i ndodh audiencës apo qytetarëve në Shqipëri, por nuk është vetëm tek qytetarët, është edhe tek serioziteti i medias, te fuqia e medias dhe mënyra se si po përdoret apo po vetë përdoret. Këto raste, në fakt, për fat keq kanë qenë edhe të mëhershme, ka patur dhe raste të tjera. Sa e minojnë besueshmërinë në media? Shumë. Në qoftë se më parë ti shkoje, dhe më parë flas disa vite më përpara, nëse ti shkoje pranë një institucioni ose pranë për të intervistuar qytetar të ndryshëm dhe e publikoje, besueshmëria ishte shumë e lartë, sepse njerëzit thoshin e kam parë në televizor apo e kam lexuar në filan vend dhe nuk vijej në dyshim në asnjë moment. Aktualisht një pjesë e madhe e qytetarëve vendosin në dyshim, po edhe një pjesë e institucioneve sigurisht që e vendosin në dyshim. Ajo dëmi më i madh që ka ndodhur, unë e them gjithmonë, është helmimi të vërtetës dhe nga ana tjetër është vrasja e lajmësit, sepse momentin që ti krijon kaq shumë turbullira dhe zhvesh gazetarin po edhe median nga veshja apo nga misioni që ai ka, automatikisht e kthen në një profesion që çdo kush mund ta bëjë dhe nuk është e vërtetë që çdo kush mund ta bëjë. Pra gazetari nuk është dikush që bën copy paste dhe publikon në portal. Gazetari është një individ i cili mendon, i cili e njeh çështjen në thellësi, i cili ka kontakte të vazhdueshme dhe ka kuriozitet dhe eksploron dhe bën pyetjet e duhura me profesionalizëm edhe me guxim dhe nxjerr të vërteta të cilat rregullojnë apo sillin një qasje tjetër të dinamikave në jetën politike, ekonomike, sociale të vendit. Pra është një element shumë i rëndësishëm edhe në strukturën e shoqërisë shqiptare. Jo më kot është quajtur pushteti 4, sepse shumë çështje të rëndësishme janë zgjidhur apo kanë ndryshuar për shkak të investigimeve apo të gazetarëve profesionistë. Sigurisht që kur e keni nisur ju, ndoshta dhe unë gazetarin, nuk i kemi patur këto mjetet e sotshme ose këto mundësitë e vjeljes së informacionit apo mjetet e tjera të komunikimit, celulari, interneti e tjera me radhë. Çfarë pengon sot një gazetar që të verifikojë lajmin të paktën në 2 burime? Unë kam nisë në 2001, me thënë të drejtën, dhe mendoj që ne kemi bërë hapa pas, edhe pse personalisht mendoj që teknologjia të ndihmon që ti të bësh një gazetari edhe më të mirë, edhe pse të sfidonës, sepse ne sot kemi përmes
AI-it, ne mund të ChatGPT. replikojmë, jo vetëm ChatGPT-n, po ka edhe tools tjerë mund të që replikohet mund- zëri, absolutisht, po, e vërtet. figura. Pra, si thua, pjesa e dezinformimit mund të kalojë në nivele edhe më të larta dhe më të ndërlikuara. Po nga ana tjetër, janë dhe Identifikimi mjetet bëhet dhe më e i toolsave vështirë. që teknologjia ka bërë që siç e prodhon edhe mund ta detektosh dhe mund ta zbulosh. Pra, unë jam që mjetet teknologjike sot të japin shumë më tepër mundësi që të jo vetëm të verifikosh, po edhe ta zhvillosh në nivele të tjera punën e gazetarisë. Po sigurisht që mënyra tradicionale të intervistuarit të personave, të shkuarit në terren, të pyeturit të njerëzve, dalja nga zyra dhe jashtë laptopit, japin dhe vazhdojnë të jenë një burim shumë i mirë. Pra, edhe kontakti fizik me burimin apo me... Dhe i pazëvendësueshëm çfarë do lloj toolsi të japi teknologjia. Pse? Sepse një ekspert, nëse ti kalon një orë kohë, do marrësh vesh shumë më tepër gjëra dhe do kuptosh shumë më tepër gjëra. Ne gjithmonë e kemi pas thënë atëherë që në librin apo në bloqet ku ne mbanim numrat apo kontaktet, shkonim pinim kafe me ekspertë të ndryshëm që punonin në institucione për të kuptuar më shumë për një çështje apo për çështje që në fakt nuk mund të ishin temë e artikullit apo e reportazhit Po mund të ishin të një artikulli të më vonshëm. Po mund të ishin të një artikulli të më vonshëm dhe ai personi jo domosdoshmërisht duhet të jetë një person që ne duhet ta kundërshtojmë. Jo, ai të argumenton, të sqaron, ti kupton shumë më tepër se si duhet bësh një pyetje të caktuar, se ku duhet përqendrohesh, çfarë është e rëndësishme apo jo. Pra në thelb ka qenë një formë bashkëpunimi për ngritur problematika për çështje të caktuara, po për çështje të cilat kërkonin një zgjidhje që i bënin mirë qoftë njerëzve, atyre që janë përfitues, po edhe institucionet në thelb, sepse ti e ngrije në tjetër lloj niveli diskutimin dhe bisedën. Dhe kjo sot mungon. Kam përshtypjen se mungon edhe një investim pak më i gjerë, ndoshta edhe në aspektin e trajnimeve profesionale, me qëllim që një gazetar përpara se të publikojë një lajm apo përpara se të shpërndajë një lajm, të ndalet një moment dhe të mendojë që të thotë prit një moment sepse duhet dhe një element tjetër që është ai i verifikimit. Elementi i verifikimit, për të thënë, një gazetar që do bëjë një shkrim patjetër që duhet verifikojë se duhet të ketë burime të caktuara për të verifikuar. Kjo është një. E dyta, gjithmonë e kemi pasur një redaktor dhe një kryeredaktor, pra filtra para se të dilte lajmi. Kjo sepse një gazetar i ri, si thua, mund mos kishte të gjithë kontekstin apo backgroundin e duhur, po nga ana tjetër një kryeredaktor apo një redaktor ka një pamje më të madhe në disa elemente dhe në disa dimensione dhe kjo bënte që si thua shkrimi final apo artikulli final, produkti final të ishte më i plotësuar dhe i konceptuar në gjitha pamjet. Sot unë mendoj që në një pjesë të madhe o janë të gatshme o dalin direkt siç gazetari apo punojësi i një portali e ka sjell apo e ka bërë copy paste. Dhe gjëja që mendojnë që është problem është dëshira që duhet kenë reporterët e rinj apo gazetarët e rinj për ta kryer këtë profesion, i cili nuk është profesion i lehtë, në fakt, siç duhet. Për të punuar në një kompani marketingu apo për të bërë personin e komunikimit në një subjekt apo edhe në një kompani, ne mund ta zgjedhim dhe jemi shumë ndershëm të themi që po unë punoj si punonjës komunikimi apo si punonjës marketingu në filan departament. Po për të qenë gazetar dhe për ta mbajtur këtë titull si gazetar duhet bëjmë punën e gazetarit dhe duhet i ndajmë. Unë nuk besoj mbas se jam idealiste, mbas se e kam zgjedhur dhe kështu jam kultivuar. Unë mendoj që gazetari e ka mision, të thonit të së vërtetës. Nuk ka kënaqësi më të madhe kur ti shikon që pas një seri kronikash apo artikush apo reportazhi apo dokumentari, çfarë do lloj produkti që ne bëjmë, ti ke një reagim qoftë të institucioneve, po nga ana tjetër ke një reagim të shoqërisë. Në momentin që njerëzit diskutojnë për një çështje të caktuar, të cilën e ke prodhuar ti apo mediumi jot, dhe në momentin që institucionet reagojnë për këtë çështje, duke thënë po, sepse shoqëria është e indinjuar apo e angazhuar për të folur fort rreth kësaj çështje dhe ne po reagojmë sepse ka shkuar në hallkat e duhura, mendoj që këtu ne kemi kryer qoftë misionin, po edhe punën tonë.
Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Në fakt, Klodi, të thuash të vërtetën, është realisht është një gjë e bukur, por nga ana tjetër e vërteta shpeshherë është e hidhur. Edhe shumë gazetarë apo dhe media kanë rënë edhe pre e sulmeve apo dhe intimidimeve për sa i përket asaj që ata kanë publikuar apo kanë thënë një të vërtetë. Pra, a është ndjer kjo edhe tek faktoja? Po, është ndjer edhe unë mendoj që kur gazetarët apo mediumet vendosen se thuash në lupën e sulmeve apo intimidimeve janë duke bërë punën e duhur dhe janë në drejtimin e duhur. Ne në faktoje na ka ndodhur disa herë, por ne jemi të qetë. E di pse jemi të qetë, sepse besojmë që kur nxjerrim një raport, një shkrim, një artikull dhe i kemi vendosur të gjitha burimet aty, dhe sigurisht që i kemi hapur derën çdo kujt që ka diçka për të zyrtarisht, dhe nuk e kam bërë, do të thotë që jemi aty ku duhet dhe jemi në linjën e duhur dhe në rrugën e duhur. Ne nuk i mbyllim derën askujt që ka diçka për të thënë pas një shkrimi, përkundrazi i ftojmë, sepse është shumë mirë kur ti ke reagime, por këto reagimet nuk duhet të jenë as në telefon dhe as në takime, por duhet të jenë zyrtare, po ashtu siç ne i bëjmë punën tona zyrtarisht dhe publikisht. Në fakt, nëse i referohemi pak raporteve të Save Journalist edhe studimeve evropiane tregojnë se 90% e gazetarëve kanë përjetuar të paktën një rast të intimidimi dhe është situatë alarmante, mund të themi. Shiko, mund të ishte edhe më keq se kaq, do të thënë intimidimi, kërcënimi, presioni janë si thua forma të cilat tregojnë që gazetarët janë duke bërë punën e tyre. Sigurisht që këto duhet adresohen dhe ajo çfarë sot mungon në Shqipëri është që gazetarët duhet jenë shumë më të mbrojtur ligjërisht, pra përtej raportimit të shifrave që është pjesë e procesit, por duhet ketë si thuash organizma ligjor në momentin që dikush është kërcënuar apo ndihet në presion të caktuar, duhet mbrohet ligjërisht dhe duhet ketë një sindikat e cila të jetë po kaq serioze, përgjegjshme dhe fuqishme që çdo gazetar të cilët nuk i paguhet paga apo ka vonesa në paga, të cilët nuk i zbatohet kontrata e punës që është nën kërcënimin e vazhdueshëm të një subjekti politik, ekonomik apo ku e diun dikujt që është si thua i kërcënohet jeta. Atëherë ky individ apo ky medium duhet merret në mbrojtje dhe të jetë një mbrojtje e cila duhet të jetë aktive. Pra, jo dikush unë kam mundësi ligjore apo unë kam mundësi të paguaj dikë apo unë njoh dikë ta bëj në formë personale. Jo. Ky organizëm duhet mbroj të gjitha gazetarët të cilët kanë këto lloj problemesh në mënyrë që këta mos të ndihen vetëm dhe të ndihen të kërcënuar për punën apo për familjen e tyre, po nga ana tjetër, nëse ndihen të tillë do ta kenë shumë të vështirë të ngrejnë zërin për të tjerët, sepse mund të rrezikojnë vendin e punës. Pra, është shumë e rëndësishme që të gjithë gazetarët të cilët punojnë në media të jenë të mbrojtur dhe të kenë një organizëm ligjor i cili respekton qoftë kontratën e punës, por respekton edhe mbrojtjen e tyre pas çdo lloj kërcënimi që ata mund të kenë. Dua të kaloj pak edhe tek media tradicionale. Si e shikon interpretimin e fakteve në media tradicionale, sepse tani kemi shumë media online, po të fokusohemi pak sepse ka dhe një masë të madhe të audiencës që ende beson ose ende ndjek median tradicionale. Patjetër që media tradicionale ka një audiencë të konsiderueshme dhe është një mjet i madh informimi, është e padiskutueshme, sepse media tradicionale sot ka edhe median online, pra në momentin që ti ka një konvergim. Patjetër, do të thënë ti ka të dyja audienca dhe ose thuash impakti është absolutisht i madh. Dhe besueshmëria. Patjetër, ajo që për mua mungon është gazetaria me fakte, gazetaria e balancuar me të gjitha llojet e burimeve, mungesa e pyetjeve kyçe në situata kyçe mungon dhe ndihet në pjesën më të madhe të medias. Unë nuk do të guxoja të thosha që ne nuk kemi gazetar profesionist apo kemi programe të mira apo kemi lajme të mira,
por në formë të përhershme dhe gjenerale kjo mungon. Mungon dhe ndihet. Po në raport me Ballkanin, si jemi? Ballkani... Apo kemi të njëjtat problematika? Jo, nuk kemi të njëjtat problematika, pasi në Serbi media ka, në qoftë se ne themi intimidim, në Serbi gazetarët përballen me kërcënime fizike edhe me një presion shumë të madh se ç'është në Shqipëri. A vjen kjo se gazetarët në Shqipëri janë më apatik edhe pjesa e vetë censurës është në nivele më të larta dhe ndërkohë gazetarët në Serbi protestojnë edhe janë më rezistencë, këtë nuk di të ta them. Por nga ana tjetër, sigurisht që kanë probleme edhe gazetarët në Bosnjë Hercegovinë, kanë probleme edhe gazetarët në Kosovë apo edhe në Maqedoni. Pra Ballkani është i ngjashëm dhe problematikat janë të ngjashme. Ajo çfarë mund të shikohet për Shqipërinë është mënyra e shpërndarjes së lajmeve, pra unë mendoj që media funksionon si një kompani e madhe PR-i her pas here, kur çdo gjë që del nga institucionet publike shpërndahet në të gjithë këtë aparatin e madh mediatik që mund të jetë jo vetëm online, por edhe televiziv. Pra kjo është diferenca. Kutia e shpërndarjes është e menjëhershme dhe e njëjtë. Ty nuk të ndryshon lajmi i cili prodhohet nga një medium në një medium është i njëjtë dhe ky është problem shumë i madh dhe mbase është veçori e Shqipërisë. Në fakt dezinformimi është një problem global për masa shumë shqetësuese dhe nëse do të cilën vëmendje edhe disa raste ku vende të huaja ose vende të tjera kanë prodhuar mesazhe me narrativa kundër NATO-s apo dhe kundër Bashkimit Evropian, kryesisht kam parasysh Russia Today. Dhe do doja të dija mendimin tënd për sa i përket mjedisit mediatik në Shqipëri. A jemi ne gati që a kemi ne kapacitete që të dallojmë dezinformimin që vjen nga jashtë dhe me qëllime dezinformuese pra? Absolutisht po. Domethënë ne faktoje punojmë prej ky është viti i tretë që ne punojmë dhe monitorojmë mediat për sa i përket dezinformimit huaj dhe ku lidhet jo vetëm me Rusinë, por edhe me kontekstet e vendeve tjera siç mund të jetë Kina, Turqia, pra se si lidhet me jo vetëm me dezinformimin, por edhe propagandën në Shqipëri. Ka mediume të cilat përkthejnë direkte nga Russia Today dhe këtu duhet parë nëse është i qëllimshëm apo jo. Ne kemi pafundësisht tituj dezinformues në median tradicionale, por edhe në median online, që nuk lidhen fare me kontekstin apo me deklaratën që mund të jetë bërë nga X politikan për çështje të caktuara dhe kjo vjen vetëm për çështje klikimesh. Pra, tituj si Shqipëria e madhe, do të ketë lufta e tretë botërore do të plasi, pritet të kemi një tjetër luftë, domethënë këto lloj titujsh, të cilët kanë vetëm një qëllim, që është klikimet dhe shpërndarjet, nuk kanë qëllim informimin e saktë. Ndikimi pastaj i Rusisë apo i elementëve të tjerë në Shqipëri dhe në politikën shqiptare është edhe më i thellë dhe më i ndërlikuar. Ne kemi bërë shkrime që lidhen me investitor rus në brigjet e jugut në Shqipëri, me blerje të pronave në Shqipëri, edhe në biznese të caktuar. Nga ana tjetër, ka pafundësisht, dhe ju e dini, deklarata të lidhjes së politikanëve shqiptar me rusët në formën e investimeve, po edhe që janë pjesë e drejtësisë sot këto lloj deklaratash dhe këto lloj implikimesh. Dosja Nik Muzina nuk u çua në përfundim sepse u la të flinte dhe mendoj që kjo është e qëllimt. Pra, format se si mund vinë mund të jenë të ndryshme dhe nga ana tjetër mund të jenë edhe shumë më të thella se ç'kanë dalë. Është shumë e rëndësishme që në sektorin ekonomik, po edhe në sektorin e mbrojtjes të ketë masa të caktuara dhe ndërhyrje të qarta se si duhet mbrohet vendi dhe pastaj se si të kalojmë të dezinformimi mediatik. Po këto janë hapa shumë të rëndësishme që lidhen me fortësinë e institucioneve në vendin tonë. Ju falenderoj për gjithë informacionin dhe pse jo edhe eksperiencën tuaj që ndat me ne, por dhe me ndjekësit tanë. Është gjithmonë një kënaqësi dhe shumë faleminderit dhe sa më mbar në punën tuaj. Faleminderit. Faleminderit dhe ju që na ndoqët dhe bashkë shihemi në podcastin e radhës.